ndërkohë do të ndalemi pak tek Kina. Kina duket se hap spitalin inteligjent, doktorët robot, revolucion në shërbimin mjekësor dhe mbrojtja nga infektimet. Bëhet fjalë pas gati 3 vitesh punë. Kina ka hapur edhe spitalin agjent dhe inteligjent. Edhe pse në fazë prove është parë se doktorët inteligjent janë në gjendje shumë të mirë teknike dhe se bra një jave kanë arritur të diagnostifikojnë dhe japin shërbim për mbi 10.000 pacient, jo vetëm në Pekin, por edhe nga zonat të tjera të Kinës. Koncepti i qytetit si spital AI është ngjitur në afërsi të Pekinit për t'i dhënë ndihmë pacientëve të shumt në disa lloje sëmundjesh pa ndihmën e mjekut specialist. Kërkuesit nga Universiteti Tsinghua kanë krijuar atë që quhet spitali agjent. Në një botë virtuale, të gjithë doktorët, mjekët, infermierët dhe pacientët drejtohen pikërisht nga model i madh roboti i quajtur LLM, i aftë për vëzhgim në mënyrë të pavarur. Doktorët e roboti janë në gjendje të trajtojnë mbi 10.000 pacientë brenda disa ditëve, ndërsa disa mjekëve njerëz do të duhet jo më pak se 2 vjet. Saksia e doktorëve robot shkon deri në 93.06% dhe puna më e madhe e tyre do të jetë sëmundjet e frymarrjes. Ne ka ndihmuar në fakt për gjithë këtë material edhe Edisoni, si gazetar, kolegët të cilin e kemi në Kinë, pikërisht për të na sjell pak nga atmosfera dhe zhvillimi kinez, po ndërkohë nga ana tjetër do të kemi edhe Ermand Myrtenikën si inxhinier biomjekësor në lidhje paralele. Mirë se vjen Ermand. Edison, kënaqësi që të kam. Edison, mirësevgjë. Edison, çfarë po ndodh me spitalin në Pekin? Na thuaj një çik. Nuk e di nëse e ke vizituar ti vetë. Jo, nuk e kam vizituar për fakt të keq, sepse ende nuk e di dhe ku ndodhet, pavarësisht se thonë që ndodhet shumë afër Pekinit, ende nuk e kam. Në fakt nuk është se janë dhënë vetë për ta kontrolluar. Do të ishte shumë kënaqësi edhe për mua personalisht të shkoj ta vizitoja. Fatmirësisht, siç e thatë edhe ju nga ajo që unë kisha shkuar, doktorët robot në fakt sipas tyre ky është një projekt pilot. A është një fake news? A është një fake news që del nga Kina? Sepse ka shumë nga ata të cilët kanë thënë se ky është një informacion falso. Jo, në fakt, programi ka patur gati 3 vjet më parë, apo 4 vjet më parë, për t'u vënë në prodhim. Por gjatë këtyre 4 viteve është parë se do të ecë puna dhe pikërisht vetëm tani u pa mënyra që ky program të eksperimentojë, të shihej se si do të shkojë. Sipas gjitha gjasave, rreth 94% është saktësia e këtyre robotëve doktor dhe është një shifër goxha e lartë në fakt, sepse projekti është pilot. Thjesht është parë se si do të shkojë, si do të kalojnë dhe numri ka qenë goxha i lartë. Është menduar që 10.000 pacientë brenda 2 ditësh, brenda 3 ditësh, ndërkohë që një shifër kaq e madhe pacientësh, nëse do të jenë me doktor njerëz, do duhen gati 2 apo 3 vjet. Saksia shumë e madhe dhe është menduar që në fakt është shumë mirë që inteligjenca artificiale të futet në shëndetësi. Kjo sepse këta robot doktor do të ndikojnë më tepër në problemet e frymarrjes ose do të futen edhe pikërisht në zona apo në dhoma ku mund të ketë infektime me kancer e të tjera, gjë që do të ishte një rrezik shumë i madh për doktorët njerëz. Dhe kjo ndikon shumë edhe pikërisht në mos rrezikimin dhe infektimin e doktorëve nëse do të kishin mundësi për infektime. Pra, duket se ky projekt pilot është shumë i mirë. Ndodhet në afërsitë të Pekinit, është menduar të hapet vetëm një spital për momentin, sepse do të kur mendohet që të hapet? Për ta hapur, spitali është hapur në fakt, programi ka nisur, por është thjesht projekt pilot për të parë, sepse është eksperimentuar dhe po eksperimentohet për momentin. Më tepër është vënë në përdorim pikërisht për është hapur dhe është vënë në përdorim më tepër për personat që kanë probleme me frymarrjen ose në gjetjen e sëmundjeve të ndryshme në ekzaminimet e tyre dhe mendohet se ky projekt, pra gjithë ta doktorët robot, do të zhvillojnë të gjitha hapat e sëmundjeve. Pra që nga gjetja e sëmundjes, nga operacionet pikërisht në marrjen e medikamenteve dhe follow-upi që do të ndiqet më pas edhe pas marrjes së medikamenteve dhe pas gjetjes së sëmundjes të këtyre pacientëve. Pra do të kryen të gjithë procesin e shëndetit, nga e para deri tek e fundit. Për momentin janë vënë vetëm 14 robot doktor, janë edhe 4 robot të cilët janë vënë në punën e infermierëve, pra që do të jenë në formë ndihmëse, por të pasi do të shkojë. Megjithatë mendohet që kjo është një fazë eksperimentale, po shihet si do të shkojë dhe të shohim që nëse do të hapi spitale të tjera. Dhe do të shohim edhe se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Si e ke parë, Ermand?
Inteligjenca artificiale dhe teknologjia po bën çuditëra. Edhe aq më tepër kur flasim për Çuditëra, po Kinën, deri në këtë normalisht pikë ne s'jemi futur dot me kamerë dhe prandaj njerëzit kanë lëdur, është e vërtet apo jo? Unë ndjem shumë pozitiv në këtë pjesë, domethënë, unë ndjem shumë pozitiv sepse kjo çështja e robotëve është krijuar me kohë, por ajo që unë mendoj, logjika, se ne shpesh flasim Shtetet e Bashkuara, Silicon Valley, Shtetet e Bashkuara, Silicon Valley. Po mos harrojmë që kemi kampin lindor që është Kina, që është një konkurrent shumë i fortë i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale me Shtetet e Bashkuara. Këto janë të dy kampet kryesore globale, domethënë dy akset kryesorë të teknologjisë. Ajo që unë mendoj është që do kemi një ndërthurje, është domethënë një spital ku robotët nuk do funksionojnë në mënyrë autonome vetë, domethënë. Unë mendoj të ndërthurur me inteligjencën natyrale, që do thotë mjek, specialist, kirurg, do funksionojnë në mënyrë simbiotike me kirurgët robotik. Kjo është gjë fantastike. Gjërat, domethënë, e shikoj shumë pozitive, përderisa janë krijuar dhe robotët kirurgjikal dhe më përpara dhe po sjellin aspekte shumë të mira shëndetësore si në diagnostik, si në kirurgji, mjekësia, shëndetësia pa ecën shumë përpara, domethënë. Edhe vetë shteti kampi lindor i teknologjisë Kina, e shikoj domethënë shumë përparimtare, domethënë shikoj që po ecën, domethënë mendoj që është një gjë madhore në fushën e teknologjisë. Që do të thotë spitali me 14 robot apo dhe më shumë robot, kemi të bëjmë me një diagnostik, kemi të bëjmë me një kirurgji, kemi të bëjmë me një trajtim mjekësor shumë preciz, shumë të saktë, ndër më të saktat në botë, domethënë. Por sistemet robotike asnjëherë nuk do funksionojnë në mënyrë autonome. Siç është krijuar ai që po jep edhe ekrani, Da Vinci Robotic System, që është një ndër robot kirurgjikal. Shiko, ti e ke ndarë një koment dhe ti thua doktorët robot kur nuk do të zëvendësojnë mjekun njeri. Edhe qëndron stoik në këtë komentin tënd. Jo, ka diçka këtu. Inteligjenca artificiale dhe robotika po na zëvendëson në mënyrë indirekte, që do të thotë, domethënë, në sensin që një bashkëpunim shumë i mirë i robotikës mjekësore me kirurgët më të mirë do bëj çuditëra. Që do të thotë, çfarë bën roboti kirurgjikal? Ose këto robot janë inteligjencë artificiale që funksionojnë me gjuhë programimi, me gjuhë matematikore, janë precize të saktë dhe unë mendoj që janë 100% të saktë se sa thoshte pikërisht se sa thoshte ai dokumentar që është 93% i saktë apo 94%. Sistemet robotike janë 100% të sakta, domethënë. Nëse do bëjnë një kirurgji, do ta bëjnë kirurgjinë e bëjnë në mënyrë perfekte. Por të menaxhuar gjithmonë nga një kirurg specialist njeri, nga një inteligjencë natyrale. Pra kjo është aspekti beneficiar, është koncept në vete, domethënë që të kesh një sistem spitalor ose një facilitet spitalor të pajisur me teknologjinë më të fundit të inteligjencës artificiale, me robotikën, me këto, është një lajm shumë madhor, shumë i mirë, dhe mendoj që shumë shpejt kjo do bëhet konkrete edhe në shtetet e Evropës që janë potencialisht zhvilluar, si në Suedi për shembull, apo në Gjermani, janë gjëra që janë shtete që eksperimentojnë. A do filloj tani edhe duhet ta diskutoj pak me ty këtë. A ka filluar dhe një luftë si dikur mes Amerikës edhe Rusisë, kush deli pari në hapësirë, kush shkeli pari në hënë, kush shkoni pari në orbit? A ka filluar tani edhe një luftë mes Amerikës dhe Kinës? Kush është i pari që sjellë AI-n mjekësor? Unë vetë si specialist i teknologjisë shikoj konkurrencë të fortë midis Shtetet e Bashkuara dhe Kinës. Rusin nuk e shikoj ndonjë konkurrencë fortë. Ma kupto ku e kam, e paralelizova. Paralelizova dikur kur le të themi në ato vitet 80, 70, 80 bëj lufta kush do të shkonte i pari në hënë, pra kush do të ishte i pari që do të shkonte në orbit, kush do të shkonte në një distancë më të largët, do krijonte stacionin hapësinor. Dhe në atë kohë bëj një luftë mes Rusisë dhe Amerikës, pra kush është i pari që prek këto skaje. Tani duket sikur po bëhet një përballje me Kinën. Kina historikisht dhe vazhdimisht që në fillimet e saj ka qenë një ndër shtetet potenciale që eksperimenton me teknologjinë. Kështu që mbase në kohët e sotme që jetojmë në 2025, në inteligjencë artificiale për bëm bumin, direkt në mendje mua më shkojnë në kompeticioni madhor midis dy kampeve, kampi amerikan dhe kampi kinez. Që do të thotë pikërisht pra ne shikojmë si në ChatGPT,
krijohet DeepSeek, si Elon Musku që po kërkon 2027 të dërgojë astronautin e parë në Mars dhe po bën eksperimentime. Më dëgjoni mua, edhe Kina nuk është mbrapa. Është një sa më shumë, madje unë uroj që sa më shumë të shtohet egoja të dyve kampeve të teknologjisë, aq më beneficiare në aspektin e teknologjisë dhe njerëzimit do jetë. Por që teknologjia në Kinë është ndër teknologjitë pjedestale, do të thonë më të zhvilluara globalisht. Do të thënë si në elektronik, si në industri, si në inteligencë artificiale, si në shëndetësi, pra sepse janë të dy vende që kanë kapital madhor. Ta pyes pak Edisonin këtu, me që jemi te këto, si është parë atmosfera e tarifa, Edison? Kjo puna e tarifave në fakt është një problem i madh, megjithatë për momentin nuk është se po e ndjejnë, thjesht diskutohet shumë, jepen shumë informacione, qoftë nga media shtetërore, nga qeveria kineze apo edhe nga rrjetet sociale, të cilat kanë një disi pak më tepër varësi jo nga shteti, diskutohet shumë në lidhje me këtë gjë dhe mendoj që të dyja janë vende shumë konkurrente dhe sigurisht që qeveria kineze ka deklaruar që nuk do të lëshojë në momentin që derisa presidenti Trump të hul hundën e tij në lidhje me këtë sepse Kina nuk është e para 50 viteve. Dhe sigurisht që edhe teknologjia është një konkurrencë shumë e madhe. Megjithatë Kina ka deklaruar se kjo teknologji me robot, jam duke shtuar diçka, kjo teknologji me robot për sa i përket mjekësisë, Kina ka menduar që të mos e ketë vetëm ekskluzive, por çdo vend që ka dëshirë të marrë pikërisht shkencëtar kinez teknologjinë, se është vendi totalisht i hapur për të dhënë çfarë do lloj informacioni mjekët shkencëtarët kinez në zhvillimin e kësaj teknologjie edhe në vendet që e kërkojnë. E kuptoj, kështu që edhe atje nuk po ndjet tani, po lufta po fillon tani pak nga pak, lufta ekonomike. E di çfarë mendoj unë, Flori? Gjithë ky presion që bën Trumpi realisht në lidhje me tarifat, unë e mendoj sepse edhe një herë SBA është vend prodhues, Kina është vend prodhues. Që do të thotë nuk e mendoj shumë që Kina ja ka nevojën Shtetet Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë. Prandaj është një vend që nuk është se e ndjen shumë, domethënë ose është pre e tarifave, mendoj unë. Por kjo është diçka që mbetet për të parë, domethënë është çështje diplomatike që mund zgjidhen, sepse unë mendoj pikërisht pra që këtyre vendeve potenciale të ushtohet sa më shumë egoja për zhvillim, për investim në teknologji e të tjera, por jo të bëjnë një lloj, domethënë kompeticione të tjerë që është në dëm të të gjithë tjerëve. Pra është diçka që është filozofikisht dhe politikisht shumë e detajuar që nuk është faktikisht që nuk është pikërisht pra nuk kemi autoritar që ta shpjegojmë realisht të pjesë, por që di të them që Kina është konkurrent shumë i madh me Shtetet Bashkuara, domethënë vend prodhues në çdo sektor është SBA, vend prodhues në çdo sektor është Kina. Tani ne kemi përmendur, madje në Shtetet Bashkuara nuk është krijuar akoma kjo gjë. Kina po nxjerr facilitetin spitalor me 14 robotë inteligjencë artificiale, që do të thotë është një mesazh shumë i mirë që jep konkurrentit vet, që shiko se dhe ne tentojmë të bëjmë një step forward, një hap përpara, domethënë, ju bëni dhe ne bëjmë. Kështu që unë e shikoj këtë zhvillim në të mirë të njerëzimit, në të mirë të teknologjisë, në të mirë të shëndetësisë. Do shohim se si do zhvillohet edhe cilat do të jenë të rejat që do të vinë në ditët në vazhdim, në muajt në vazhdim, në raport me zhvillimet edhe në teknologji të Kinës, po edhe ato të Amerikës. Faleminderit shumë Erman, faleminderit shumë Edison, kënaqësi që patëm këtë bisedë. Megjithatë, kurioziteti është gjithmonë për të parë vetë pamjet e atij spitalit për te çfarë thuhet në media online. Në pjesën e fundit programit People ditën e sotme do të kem një rikthim pak edhe në nostalgji, po edhe në një përditësim të gjendjes së saj, patjetër studimore, të biznesit, të jetës profesionale, personale të Ester Hoxhës. Ajo dikur ishte një këngëtare e cila sigurisht jam shumë i bindur zëri nuk i është larguar, por i është larguar ajo muzikës për t'ju futur një jetë tjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës që nga mosha 16 vjeçare kur u largua nga Shqipëria, shkoi në Itali, e tjerë. Po do më tregoj pak më shumë vetë pas publicitetit.